Ka filluar puna për rikonstruksionin e përgjithshëm të Pallatit të Kulturës dhe Bibliotekës Publike Gjergj Fishta Lezhë. Fondi limit i këtij projekti është 240 milion lek dhe afati kohor i përfundimit të punimeve shkon në 12 muaj. Këto ndërhyrje për rikonstruksion në të dy këto objekte të rëndësishme të kulturës, ashtu si shumë ndërhyrje të tjera në objekte publike, janë në të njëjtën gjatësi vale me atë që është pohuar në mënyrë të përsëritur nga kreu i bashkisë Pjerin Ndreu se transformimi i Lezhës vazhdon. Drejtori i këtij pallati, Mark Gjoka, bën të ditur se procesi të rikonstruksionit po i nënshtrohen të gjitha mjediset e brendshme të tij, duke nisur me sallën e madhe të koncerteve, sallën e arteve figurative, atë të leksioneve, sallën e djemve të detit, të vallës së baletit, me synim për ta kthyer këtë institucion në një shkollë të edukimit dhe kulturimit qytetar. Ristrukturim që ka filluar mbi baza tepër të hollësishme, që nga salla e koncerteve, që nga salla e leksioneve, që nga salla e djemve të detit, që nga sallat e vallës, salla e baletit, që nga magazina që do të ketë një përmas krejt tjetër, që do të jetë jo vetëm me trashëgimisë kulturore, por një aksesor i turizmit kulturor të qytetit. Ky institucion do të kthehet në një shkollë të edukimit dhe të kulturimit, por do të kthehet edhe në një brend të jashtëzakonshëm që do të mbështesë fuqishëm artin, artistët dhe kulturën e këtij qyteti shumë të lashtë, por ndër qytetet më të bukura të Shqipërisë. Sipas projektit që do realizohet, Pallati i Kulturës Det Nuolazri Lezhë do ketë të gjitha standardet bashkëkohore të një objekti që rrezaton vërtet kulturë, i cili do mbështesë fuqishëm artistët e krijuesit, interpretet e talentet e reja. Në rikonstruksionin e Bibliotekës Publike Gjergj Fishta është ndërhyr edhe në përforcimin e kolonave dhe strukturave të këtij objekti me synim për të rritur sigurinë gjatë lëvizjeve sismike që mund të ndodhin. Të gjitha sallat e mjediset e tjera të bibliotekës po i nënshtrohen procesit të rikonstruksionit. Fasadat do të jenë të njëjtat dhe do ruajnë identitetin e projektuesit arkitekt Max Mitrojorgji. Elementet e reja që do i bashkohen objektit janë dhe sallat e reja për lexuesin që do ngrihen në 2 balkonet e objektit. Për sa i përket risive që do të vinë në këtë rikonstruksion, përveç ripërtëritjes dhe forcimit të objektit në fjalë, këtu me shumë rëndësi është për të thënë edhe elementet e rinj që do t'i bashkëngjiten objektit, të cilat kanë të bëjnë me objekte bashkëkohore të 2 balkoneve anësore, të cilat do t'jenë salla në shërbim të lexuesve dhe të frekuentuesve të bibliotekës publike, dhe që do ketë komoditet dhe komfort në shërbime, në leximin e librit, në edukimin dhe në përgatitjen dhe mbajtjen e aktiviteteve të ndryshme në bibliotekë. Realizimi i punimeve është bazuar në standardet më të avancuara bashkëkohore për objekte të tilla. Sipas drejtorit Berth Çuko, do vihet në Fiçencë dhe arkivi i bibliotekës me libra të vjetër të viteve 1600, i cili deri më sot për arsye mjedisi të papërshtatshëm ka qenë një fond i mbyllur për lexuesit. Sallat përkatëse duke filluar nga arkivi, i cili deri më sot ka qenë fond i mbyllur për lexuesit. Në herën e parë që nga viti 1948, që është themeluar Biblioteka Publike, ky arkiv do të shndrohet në një sallë leximi, kuptohet nën kujdesin e stafit, sepse aty ka vlera të jashtëzakonshme në kulturën dhe trashëgiminë kulturore. Për faktin sepse ne në bibliotekë kemi, unë po e them që në këto vlera përfshihen libra të cilat i përkasin shekullit të 17, pra përkatësisht libri më i vjetër i bibliotekës është i vitit 1607 dhe në këtë mënyrë kjo pjesë do suportohet në kujdesin e specialistëve. Rikonstruksioni i Bibliotekës Publike Gjergj Fishta është një projekt i ri multifunksional që do jetë jo vetëm në shërbim të lexuesve, por dhe organizimit të shumë veprimtarive promovuese për krijuesit dhe qytetarët.